Kryetari i nismës social-demokrate Fatmir Limaj ka shpalosur detajet e takimeve sy më sy që ai pati zhvilluar me kryetarin e lëvizjes vetëvendosje, Albin Kurtin. Limaj ka zbuluar për herë të parë se ai me Kurtin kishin arritur një marrëveshje për postin e kryetarit të kuvendit, por një natë para seancës, ku do të propozohej emri për kryekuvendar. Pavarësisht se sipas Limajt ai dhe Kurti kishin pasur pak gentlemenësh për këtë post, që tash e 30 seanca ka bllokuar konstituimin e kuvendit. Pikërisht në atë seancë ishte propozuar emri Albulena Axhiut, e cila është bërë tashmë simboli bllokadës. Sigurisht Kurti ka pas nevojë me diskutu, njëjtë edhe unë. Të nesërmen jemi takuar vetëm ne të dy në kryeministri. Kemi pasur një marrëveshje gentlemane gojore. Jemi pajtuar, ka mbetur që ai me shku me propozu tek organet e veta, partnerëve të vet dhe unë organeve të mia. Takimi është kryer në 11 në mbrëmje. Takimi ka filluar në ora 8 ose 9 në mbrëmje. Marrëveshje me shkrim nuk kemi pasur, vetëm dakordim gojor. E kemi cakëruar këtë marrëveshje me ujë, jemi dakorduar si marrëveshje mes gentlemenëve. Marrëveshja ka qenë që të nesërmen të votojë kryetari i kuvendit. Po, marrëveshja kështu ka qenë. Unë i thash Kurtit nuk jam i interesuar për qeveri, nëse don partneritet është kjo, nëse i don numrat, tha Limaj duke zbuluar se ai ka kërkuar postin e kryekuvendarit.